Përshëndetje shikuesve të Shoqë Gjirokastër, sot jemi bashkë në ditari informativ lajme shkundër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Besimtarët e krishterë në mbar vendin kanë kremtuar Pashkën, festa më e madhe dhe më e shenjtë e kalendarit të krishterë, e cila simbolizon ringjalljen e Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Në Gjirokastër, besimtarët u mblodhën në katedralen Ngjallja e Krishtit për të marrë dritën e ringjalljes. Në qytetin e Përmetit u organizua workshopi integrimi dimensionit shëndetësor për përpjekjet lokale të gatishmërisë dhe reagimit në situatave emergjence në Shqipëri. Polina është një studente polake e Akademisë së Arteve, e cila nga vizitore u kthye në një donatore për galerinë e Art Saranda. Fal pasionit dhe profesionit të saj, Polina zgjodhi të hidhte në Telajo, një peizazh të realizuar në një prej rrugëve të qytetit antik të Butrintit. 98 vjeçarja Melpomeni Kuvarati jeton prej shumë vitesh në qytetin e Gjirokastrës, pa haruar vendlindjen e saj Dropullin. Profesionin e rrobaqepses e ka filluar që në vegjëli, por e ushtron ende edhe në ditët e sotme. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Besimtarët e krishterë në mbar botën kanë kremtuar Pashkën, festën më të madhe dhe më të shenjtë të kalendarit të krishterë, e cila simbolizon ringjalljen e Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Në Gjirokastër, besimtarët u mblodhën në katedralen Ngjallja e Krishtit për të marrë dritën e ringjalljes. Qindra besimtar në Gjirokastër, por edhe nga zonat të tjera, janë mbledhur në katedralen Ngjallja e Krishtit për të festuar ngjalljen e Jezu Krishtit. Mesha shenjtë është drejtuar nga mitropoliti i Gjirokastrës, Hirësia e tij Dimitri, ndërsa atmosfera ka qenë e mbushur me lutje, qirim të ndezur dhe emocione. Besimtarët kanë përcjellur urimet për Pashkë të bekuara, me paqe dhe dashuri për njëri tjetrin. Është drita në mbi errësirën edhe shpresoj gëzuar Pashkë sa më të bekuara dhe plot me dritë në zemrat e gjithë shqiptarëve. Gëzuar të gjithë bashkë edhe një fat, një lumturi për të gjithë të krishterët e ortodoks. Në cilë kësaj fake është paqja dhe mirëseardhja e Jezusit në këtë botë. Që urojmë sot Krishtin mes nesh, uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, shëndet, mbarësi dhe gjithçka që kanë mundësi për ta bërë vetë më të mirën. Krishti u ngjall, një ditë e madhe, Pashka, një ditë e lumtur për gjithë komunitetin ortodoks, katolik, por edhe për gjithë shqiptarët. Ju uroj të gjithëve gëzuar, dritë ta kemi gjithmonë. Urimeve ju bashkuan edhe përfaqësues të politikës. Gëzuar edhe mbarësi të gjithë motrave dhe vëllezërve të besimit ortodoks. Është i disa vit që mua kjo natë e bekuar më gjen këtu në Gjirokastër. Është një moment ku jeta rivin, solidariteti është më i madh se asnjëherë. Gëzuar Pashkën. Urojmë të gjithë besimtarët, gëzuar Pashkën, Krishti u ngjall. Kjo është dita më e rëndësishme për të krishterët. Ju urojmë të gjithë besimtarëve gëzuar dhe për shumë vjet. Në këtë ditë të shënuar për të gjithë të krishterët sot, do të uroj mirësi, paqe, bashkëjetesë, begati për të gjithë. Jo vetëm për krishterët, por për të gjithë qytetarët e qarkut të Gjirokastrës, për të gjithë miqt, për të gjithë ata të cilët realisht duan të jetojnë më mirë dhe duan të gëzojnë jetën. Gëzuar Pashkët për gjithë, Pashkë të mbara, mbarësi, është dita e fitores së jetës mbi vdekjen, është dita e fitores së të mirës mbi të keqen. Shpresojmë për gjithë shqiptarët ditë më të mira në të ardhmen. Pashkët u festuan edhe në kishën e Shën Haralambit, Sarand. Pashkët simbolizojnë ngjalljen e Jezu Krishtit 3 ditë pas kryqëzimit dhe përfaqësojnë fitoren mbi vdekjen. Flaka e shenjtë, e cila mbahet e ndezur gjatë gjithë natës, është simbol i shpresës dhe besimit të palëkundur. Besimtarët ortodoks në Sarand, në qytetin e ekstremit jugor, kanë kremtuar ringjalljen e Krishtit në minutat e para pas mesnatës së të shtunës. Kjo është bërë përmes një ceremonie të organizuar në kishën e Shën Haralambit në Sarand, e cila ka mbledhur me mijëra besimtar, përfshirë edhe ata të ardhur engas nga emigracioni për të festuar Pashkët. Për herë të parë, pjesë e procesionit të organizuar në kishën ortodokse Shën Haralambi janë bërë edhe rezident të huaj në qytetin e Sarand, si italian, polak e të tjerë, të cilët e kanë ndjekur në kishën ortodokse të qytetit ceremoninë e ringjalljes së Krishtit dhe ato të Pashkëve, edhe pse ata i përkasin fesë katolike.
Mesha e ringjalljes e drejtuar nga Atë Kozmaj u përcoll nga besimtar të shumtë, të cilët ndezën qirinj në shenjë besimi për ringjalljen e mbarësisë së bashku me ringjalljen e Jezu Krishtit. Urime në këtë ditë të shenjtë ka përcjellë edhe pastori i kishës ungjillore në Gjirokastër, Petrit Korbeci. Për më shumë ndjekin më urimin e tij. Përshëndetje miq të dashur, të gjithë ju besimtarë dhe dashamirës të besimit krishterë. Sot në mbar botën festohet festa e Pashkës dhe ne si komunitet ungjillor dhe si kishë ungjillore duam të ndajmë me ju mesazhin e Pashkës. Së pari, Pashka është një festë e përjetshme. Kështu Zoti i thot profetit Mojsi, kjo do të jetë për ju një festë e përjetshme, do të festohet në të gjithë kohrat dhe në të gjithë brezat. Së dyti, Pashka është një festë solemne, që do të thotë që kërkon një angazhim të madh shpirtëror. Së treti, Pashka është një festë fitore për fitoren që Izraeli mori nga skllavëria e Egjiptit dhe për fitoren që gjithë bota mori nga skllavëria e mëkatit në veprën e Jezu Krishtit në kryq. Prandaj ne duam t'i urojmë të gjithë njerëzit me thënien e apostullit parë që Krishti është Pashka jonë për të gjithë ne. Gëzuar të gjithëve. Ndalemi tek zgjedhjet e 11 majit, ku në kuadër të zgjedhjeve parlamentare kandidatët kanë vijuar bashkëbisedimet e tyre me elektoratin. Drejtuesja e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, u ndal me banorët e lagjeve Dunavat, Palorto dhe Varosh, ndërkohë që kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Ali Berisha, ka zhvilluar takime në Dibër dhe Kombinat. Sot e kam kaluar ditën në rrugët e Dunavatit. Der më der, u hapën zemrat, edhe nuk e përjetova pa emocion. Nuk është hera e parë, por ishte hera e parë ku arrita të shikoj me këmbë punët e bëra, dhe njëri prej tyre në një nga shtëpitë e Dunavatit më tha, kemi qenë këtu 2 vjet më parë, ndërkohë që sapo ishte hapur bypassi dhe më kujtoi që kisha thënë do bëhet Dunavati si pazari dhe do flasin për qafën e pazarit të Dunavatit. U bë! Unë e mbaj mend shumë mirë 2013, kur këtu ishin 2 hotele e gjysëm. Ndërsa sot, praktikisht, në harkun e 10 viteve, se kjo punë filloi tamam në 2015, numri i hoteleve dhe numri i turistëve është rritur me 10
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë prezantimit të kandidatëve të Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Dibër, deklaroi se është në krye të koalicioni me 20 parti, me një mision të qartë për të ndryshuar realitetin shqiptar. Në vjeshtën time të mrekullueshme, nuk më duhet pushteti. Nuk kam ambicie për para, as për luks. Por kam një ambicie, por kam një qëllim, por kam një mision të bëj gjithçka për të ndryshuar jetën tuaj. Ai u ndal tek programi 100 ditëve të para të qeverisjes, ku prezantoi disa nga pikat kyçe të platformës ekonomike. Qeveria e ardhshme brenda 100 ditëve do t'u kthej paraç e vjedhura shqiptarëve. Partia Demokratike dhe koalicioni i ardhshëm qeveri zotohet para jush për kartën e konsumatorit, me të cilin rrogultit dhe pensionistët do marrin ushqimet 20% më lirë se të tjerët. Një nga premtimet e tij ishte dhe ndalimi i ndërtimit të hidrocentralit të Skavicës. Skavica kur nuk do ndërtohet. Berisha akuzoi ashpër qeverisjen e kryeministrit Edi Rama, duke e konsideruar të korruptuar dhe të dëmshme për vendin. Rrogat i ngriu, pensionet po thuaj i ngriu, kurse çmimet u rriten nga viti në vit. Në fjalën e tij, Berisha theksoi gjithashtu rëndësinë e familjes. Kur prind s'do mund t'i quaj me numra prindi 1 dhe prindi 2, nën dhe bab do t'jetë e sankcionuar në gjitha ligjet tona. Ajo që ra në sy edhe gjatë këtij takimi ishte fakti se Berisha kishte vendosur një kapele me numrin 1 dhe simbolin e fushatës së tij. Në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha ka zhvilluar një takim elektoral në kombinat, ku deklaroi përpara zgjedhësve se Partia Demokratike do të vendosë minimumin jetik, do të rrisë pagën minimale si dhe do të ulë çmimin e naftës dhe energjisë. Qeveria çdo vit është e detyruar të kthej parat qytetarëve. Gjysma tjetër edhe më rëndë të keqes është se këtu çmimet nga viti në vit u rritën, se këtu buka sot kushton 2 fishin, mbi 2 fishin e asaj që kushton të 2013. Dhe rrogat nuk u rritën, pensionet nuk u rritën. Për të përballuar këtë rritje, sot çdo pensionist duhet të kishte pensionin 390 euro. Në qoftë se qeveria thatë do t'u kompensoj, do t'u indeksojmë. Në qoftë se qeveria do ishte e ndershme t'u indeksonte, pensioni juaj do t'ishte 390 euro. Ne do fillojmë të kthejmë parat qytetarëve. Pra, duke pak të gjendje katastrofale, një vit e gjysmë më parë, ne dërguam në parlament ligjin e minimumit jetik. Minimumi jetik çfarë është? Minimumi jetik është që çdo shqiptar do ketë në ditë 6.3 euro apo do ketë 200 euro në muaj. Dhe u garantoj që pas rrogës minimale do kalohet në ditën me pagë minimale. E kanë çdo vend. Edhe ne në atë rrugë do ecim. Ndrojmë natyrën e informacioneve tona. Në qytetin e Përmetit u organizua workshopi integrimi dimensionit për përpjekjet lokale të gatishmërisë dhe reagimit ndaj situatave emergjente në Shqipëri. Ky projekt synon në rritjen e aksesit të komunitetit, përfshir grupet vulnerabël në shërbime cilësore të qëndrueshme të emergjencave civile në të gjitha nivelet.
Vitet e fundit, qyteti Përmetit është bërë pjesë e projekteve të shumta, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm. Një nga aktivitetet më të fundit që është organizuar në këtë qytet ishte workshopi solidar bashkë me emergjencat shëndetësore, një projekt i qeverisë së Zvicrës dhe në zbatim nga GFA Consulting Group. Në një tryezë pune u bën bashkë zyrtar të mbrojtjes civile, të shëndetit publik, të qeverisjes vendore edhe të shoqërisë civile të Bashkisë Përmet, Tepelen, Këlqyr dhe të prefekturës Gjirokastër. Ne jemi këtu që të mbështesim bashkinë në mënyrë që të ketë një përgatitje të mirë në rastet e fatkeqësive natyrore. Qëllimi i këtij workshopi është që të bëjmë bashkë disa aktorë të ndryshëm dhe të forcojmë bashkëpunimin e këtyre aktorëve kryesisht në pjesën e emergjencave civile. Unë përfaqësoj një organizatë nga Gjermania dhe jemi këtu për të sjellë praktikat më të mira dhe të mësojmë që t'i vëmë këto projekte në zbatim. Vlerësimi i riskut, informimi i publikut dhe zbatimi planeve lokale për emergjencat civile janë disa nga faktorët kyç për përgatitjen dhe reagimin ndaj situatave të papritura. Jemi të ftuar këtu nga organizatorët dhe i falenderojmë për ftesën e tyre. Në bashkëpunim me gjithë aktorët vendor, lokal, vendor, për përballimin e emergjencave civile, të mësojmë akoma dhe më shumë dhe të japim kontributin tonë si pjesë e komunitetit. Ky workshop bashkon aktorët kyç nga mbrojtja civile, shëndeti publik, qeverisja vendore dhe shoqëria civile. Qëllimi është të forcojë bashkëpunimin mes këtyre sektorëve për të adresuar me efikasitet emergjencat shëndetësore dhe për të përmirësuar kapacitetet ekzistuese. Workshopi synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe përgatitjen për përballimin e situatave emergjente shëndetësore, duke forcuar ndërveprimin ndërinstitucional dhe përfshirjen aktive të komunitetit lokal. Polina është një studente polake në Akademinë e Arteve në Poloni, e cila nga vizitore u kthye në një donatore për Galerinë Art Saranda. Fal pasionit dhe profesionit të saj, Polina zgjodhi të hidhte në Telajo, një peizazh të realizuar në një prej rrugëve të qytetit antik të Butrindit. Një studente polake e Akademisë së Arteve në Krakov të Polonisë, nga vizitore është kthyer në donatore për Galerinë Art Saranda. Një peizazh i saj i realizuar në një prej rrugëve të qytetit të antik të Butrindit i është dhuruar kësaj galerie, që tani ka rritur vizitueshmërinë edhe nga turistë të huaj. Këtë akt të dhurimi, drejtori Lefter Çeko thotë se ka përjetuar si surprizat nga më të veçanta të këtij sezoni. Unë pikturoj çdo ditë, çdo gjë që shikoj rreth meje dhe është shumë e bukur. Pikturat e mia dua që t'i ndaj me të gjithë njerëzit. Polina tregon se ka përjetime të bukura nga 2 vizitat e saj në Sarandë dhe është e lumtur që nga çmimi i marrë nga qyteti dhe nga Galeria e Sarandës i nxiti asaj dëshirën për t'i dhuruar një punë të frymëzuar nga Butrindi, që ja dhuroi këtij institucioni arti në qytetin e turizmit për të bërë emër i saj pjesë e autorëve të shumë të fondit të Galerisë Art Saranda. Kur vizitova këtë vend për herë të parë, u ndjeva shumë mirë me njerëzit dhe natyrën përreth. Kështu që unë vendosa ta bëj këtë pikturë dhe t'ia dhuroj galerisë që punimin tim ta shikojnë të gjithë. Ndërkohë që ka nënshkruar aktin e dhurimit së bashku me drejtorin Lefter Çeko, studentja polake e Akademisë së Arteve në vendin e saj ka shprehur vlerësimet për atë çfarë u ofrohet vizitorëve nga Galeria e Sarandës. Ishte surprizë për mua sot, në mes të vizitorëve të shumt vjen dhe një çift të rinjish nga Polonia. Po surprizat qëndron te kjo vajza që piktore që studente në Akademinë e Arteve të Polonisë dhe kishte për herë të dytë që vinte në Sarandë, duke vizituar Butrindin, edhe mori iniciativën vetë, bleu një telajo dhe pikturoi rrugicën te Butrindi që të çon te amfiteatri antik i atij monumenti. Kur vjen me telajon në sqetull, më thotë ja bëj dhuratë galerisë së Sarandës, se kam qenë edhe herë të tjera dhe ka pëlqyer galeria dhe dua të lë dhe unë një vepër për galerinë tuaj.
Galeria Art Saranda ka tashmë një fond të pasur e veprash në piktura e skulptura, të krijuara kryesisht nga durimi i punëve përfaqësuese prej qindra autorëve, që përgjatë 13 viteve jetë të këtij institucioni kanë çelur këto ekspozit individuale apo në përbërje të kolonive të artit. Flasim për arsimin ku 143 maturantë të shkollave të minoritetit etnik grek do të vazhdojnë studimet kryesisht në Shqipëri dhe në shtetin Helen. Ministria e Arsimit ka vlerësuar shkollat e minoritetit për rezultate të larta në mësime. 143 maturantë të shkollave publike dhe jo publike, që janë në jurisdiksion administrativ të zyrës vendore arsimore Finik Dropull, pritet të vazhdojnë studimet e larta në vitin e ri akademik 2025-2026. Natyrisht, kushtet shoqërore dhe gjendja ekonomike familjare do të ndikojnë tek maturantët për të zgjedhur universitetin dhe degën që do të vazhdojnë studimet, por vendimi përfundimtar u takon maturantëve. Maturantët e të dyja shkollave kanë një tendencë rreth 50-55% të studiojnë në shkollat në Greqi, në Universitetin e Athinës, edhe kryesisht përzgjedhin lendet mjekësi, ekonomi, përzgjedhin lendë të cilat kërkohen në tregun e punës. Shkollat e minoritetit etnik grek janë vlerësuar për rezultate të larta nga Ministria e Arsimit. Nga shkolla Kolegji Frim Dashurie, 4 nxënës kanë dalë me vlerësimin shkëlqyeshëm, biles dhe kanë marrë medaljen e artë nga Kryeministri i Shqipërisë, edhe se është një gjë e vështirë të marrësh një medalje të artë për arsye se duhet të kesh 3 vite me të gjitha 3 vite shkollë, po kështu edhe maturën 4 lendë të maturës shtetërore duhet të kesh të gjitha 10. Konkretisht, shkolla e bashkuar Dervician si vjet ka 11 maturant, ajo e Buleratit 9, e Livadias 30, kurse shkolla jo publike Frim Dashurie në Mesopotam ka gjithsej 93 maturant, nga të cilët 50 janë në kolegjin gjimnaz dhe 42 në kolegjin profesional. 98 vjeçarja Melpomeni Kuvarati jeton prej shumë vitesh në qytetin e Gjirokastrës, pa harruar vendlindjen e saj Dropullin. Profesionin e robaqepses e ka filluar që në vegjëli, por ende e ushtron edhe në ditët e sotme. Megjithse në moshën 98 vjeçare, ajo vazhdon të ushtrojë profesionin e robaqepses në shtëpinë e saj. Melpomeni Kuvarati, ose Meni Meq, siç e flasin akoma edhe sot në fshatin e saj, ka ushtruar profesionin që kur ishte fëmijë. Ka nostalgji për vendlinjen e saj, fshatin Dervician në Dropull, por prej shumë dekadash banon në qytetin e Gjirokastrës. Kujton me dhimbje babain e saj në hotel që ka shërbyer në Delvin, por edhe si bankier në Greqi dhe në Prizren gjatë luftës së dytë botërore. Fliste 7 gjuhë të huaja duke përfunduar në burgun e Beratit, fill pas lirimit të vendit. Sa jam gjallë, do punojnë ditë e natë, nuk e lëm zanatin, nuk mund të rri pa punuar. Në fundit i kam qepur vajzës të madhe e Valit, i kam qepur një bluzë. Do qepni akoma? Do qep sa të mirësit do qep. Nuk mund të ri pa punë, pa qepur. E kam mësuar vetë, nuk kam para as mesi që të më tregoj njeri. Kisha talent, në fillim qepja fëmijëve të vegjël, jo fustane, jo këtë, pastaj vetëm e vazhdova dhe qepja akoma jo vetëm fustane dhe kështu, po dhe kostume dhe zaketa dhe të tëra. Edhe i kam shkuar të tëra robaqepset që kanë vatur dhe në shkollë, edhe ato që të unë që qep nuk dinë të tjerët. Ishte fëmija e dytë e familjes me 6 vajzat e 2 djem, ku motra e saj i mbush 100 vjeç dhe sot jeton në Amerikë. Gjëshemeni asnjëherë nuk haron të festojë dhe të hedhë valle çdo 8 mars me gratë e Dropullit. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ e lajmesh, bashkë mirupafshim.